Ministri i Mbrojtjes Eyub Maqedonci ka deklaruar se grupi terrorist që është përgjegjës për sulmin në Banjë të ndodhur në shtatorin e vitit 2023, i cili kishte si qëllim aneksimin e një pjese të Kosovës, vazhdon të mbetet i lirë dhe i mbështetur nga Serbia, duke paraqitur një rrezik të madh për stabilitetin e Kosovës. Maqedonci tha se është e papranueshme që ky grup terrorist të mbetet i lirë dhe të mbështetet nga strukturat e sigurisë serbe. Ai shpreh shqetësimin se ky grup vazhdon të mbrohet dhe mbështetet nga struktura në Beograd, shpesh duke u vendosur jo larg kufirit me Kosovën dhe duke pasur lidhje të vazhdueshme me individë dhe grupe të rrezikshme në veri të vendit. Sipas tij, kjo paraqet një rrezik të vazhdueshëm për sigurinë e Kosovës, sidomos në pjesën veriore. Maqedonci gjithashtu theksoi se Serbia ka obligime ndërkombëtare për t'i dorëzuar terroristët që kanë kryer krime në Kosovë, përfshirë Milan Radojčić. Ai theksoi se përpjekjet e Serbisë për të vazhduar politikën hegemoniste ndaj Kosovës, duke mohuar ekzistencën e shtetit dhe duke kontribuar në destabilizimin e rajonit të Ballkanit, janë të papranueshme.